Ka pasur mjaft debate lidhur me një vizitë të vajzës së Donald Trump, Ivanka Trump, në Vlorë, e më shumë debate ka pasur lidhur dhe me qasjen që zoti Rama ka pasur, po themi, ndaj vizitës së saj, ku ai vajti në Vlorë, e takoi në Vlorë, pastaj vajza e Donald Trumpit erdhi në Tiranë, e takoi në Tiranë. E më pas ka pasur dhe një justifikim lidhur me mos prezencën e tij në Davos, ku edhe unë shkrua, po themi, marrëveshje për portin e paqes, ku ndër të tjera i pari që pranoi këtë ftesë Donald Trump ishte zoti Rama, e megjithatë ai nuk u gjend aty që të firmoste këtë marrëveshje. E justifikimi ishte se ai ndodhej në Shqipëri për të pritur vajzën e Donald Trump me bekimin e Donald Trump. Si e gjykoni gjithë këtë proces dhe gjithë këtë justifikim të zotit Rama? Shiko, që është një hall të madh zoti Rama, kjo nuk kam asnjë dyshim se të gjithë e shikojnë. Që është një hall të madh për sa i përket marrëdhënieve që ai ka dëmtuar rënd, por madje shumë rënd, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo tashmë nuk do mend që ta kuptosh. Kemi plot bë një vit që ku ka ardhur në kryet administratës Shtetet Bashkuara të Amerikës republikanët ose Donald Trump përfaqësuesi i tyre, si president, Shqipëria i ka të ngrira marrëdhëniet me institucionet amerikane. Ka një vit, po plot një vit, që në Shqipëri nuk vjen asnjë zyrtar i administratës së Shtetit Bashkuara, përveç se një zyrtari që ka ardhur në Shqipëri dhe ka shkuar në prokurorinë e posaçme, duke i kurajuar ata për të luftuar korrupsionin, krimin organizuar e kështu me radhë. Dhe kjo është në vazhdon edhe të asaj që Shqipëria sot nuk ka në Shqipëri sot Shtetet e Bashkuara nuk kanë ambasador apo se ambasadore. Dhe kjo vërteton edhe një herë që marrëdhëniet e qeverisë shqiptare, të kryeministrit të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në pikën më të ulët që kanë qenë ndonjë përveç kohës së komunizmit. Nëse në kohën e komunizmit nuk ishin fare ambasadë amerikane, sot kemi ambasadë amerikane, por që ose marrëdhënie, por që nuk bashkëpunojnë me qeverinë shqiptare. Kjo nuk ka mend për ta kuptuar. Zoti Rama, zonja Ivana Trump erdhi në Shqipëri dhe nuk është herë e parë që vjen. Nuk është herë e parë. Ajo ka ardhur në Shqipëri shumë vite më parë dhe shoqëruar nga një miku im quhet Auron Tane, i cili është njohur si mirë i historisë, kulturës e kështu me radhë, dhe ka shëtitur atë bashkë me një grup biznesmenësh apo njerëz të rëndësishëm të Shtetit Bashkuara të Amerikës në Butrint e kështu me radhë. Kështu që nuk është herë e parë. Ajo ka ardhur, nuk ka ardhur si vajza e Donald Trumpit, si politikane, ajo ka ardhur si vajza e Donald Trumpit, por në një njeri i cili merret me punë të veta, me biznes. Dhe në kuptim të kësaj mendoj që nuk është për zotin Rama, nuk është i rëndësishëm biznesi i Ivanka Trump, se sa administrimi i shtetit shqiptar, që do thotë marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara. E them këtë sepse mungesa në Davos dhe mungesa në Kombet e Bashkuara në muajin shtator janë dy momente kur zoti Rama ka ceduar. Dhe arsyet ne akoma nuk i dim, por i kuptojmë. Dhe mendoj se kjo kamuflimi ose propaganda që ai hodhi në publik se unë në shkova në Davos, atje ku do firmoste bordi, pjesëmarrësit në bordin e paqes, dhe ndënja sepse unë në babait më tha ndënja me çupën, sepse na çupa i kërkojnë ai çupa e tij ishte minorene dhe do ta kapni në Shqipëri dhe do t'i bëni gjë çupës së tij. Tani, më fal, kjo është të fyesh inteligjencën tonë. Është të fyesh inteligjencën e njerëzve që kanë dy pare mend në kokë në këtë vend, jo atyre të indoktrinuarve, që cilët besojnë çdo budallëk dhe idiotlëk që thotë Rama, të paktën të njerëzve që kanë dy pare mend nuk besohet kjo histori. Nuk ishte nevojë zonja Trump, sepse ajo kishte ardhur me investitor, kisha me njerëzit të cilët e enturazhit ose njerëzit që ajo punon,
Dhe s'kishte nevojë fare për kryeministrin. Çfarë do i bënte kryeministri asaj? Çfarë i bëri? Asgjë. Apo jo. Ajo erdhi, kish njerëzit e saj, kish polici që e shoqëronte dhe kaq. Madje ajo tregua edhe shumë e rregullt kur në fotot nga Shqipëria e thotë si foto me Edi Ramën. Apo jo. Besoj se jemi të qartë për këtë. Dhe kjo tregoi dhe vërtetoi se ajo nuk ka asnjë lloj lidhje me hallin që ka Edi Rama. Ajo nuk ja zgjidh dot hallin e Edi Ramës. Edi Rama ka hallin krejt ndryshe sepse halli i Edi Ramës bie në kundërshtim, pra parimet politikat e Edi Ramës bie në kundërshtim me parimet dhe mund të themi jo hallet, por parimet që kanë ata për një shtet të konsoliduar, një shtet ku mos të bizlotroj mafia, mos të mërzoj trafiku, mos bizlotroj korupcioni e kështu me radhë. Pra, administrata e Shtetit Bashkuar të Amerikës në çdo moment që kanë uruar shqiptarët, qofshi kjo edhe për 28 nëntorin, nuk kanë përmendur fare qeverinë apo presidencën, por kanë përmendur institucionet rizbatuse dhe popullin shqiptar. Dhe kështu që nuk janë zgjidhur dot të hall Edi Ramës, as ardhja e Vera Trump, as ardhja këtu e Richard Grenell. Edi Rama e ka hallin me drejtsinë amerikane, sepse çështja me Gonigal është në vazhdon të jetë e hapur. Nuk është herë e parë që zoti Rama abuzon me shtetet shkel ligjet amerikane. Është hera e disajt, sepse herën e parë i shkelin 2010 apo 2011 ku u deklaroi si gruaja e Bilalit, dhe Bilali u dënua dhe gruaja e tij nuk u dënua për shkak sepse ishte në Shqipëri. Hera tjetër ishte me Gonigalin, për të cilin ai bëri ato aferat dhe qokat e tij, ku korruptoi numrin 2 të shërbimit inteligjent ose shërbimeve lizbatuse amerikane siç është FBI. Kështu që zoti Rama nuk ja zgjidhot hallin as Ivanka, as ty të bëj dadon, që të bëj dhe dadon e Ivankës, as të bëj jusveqarin e Ivankës. Kështu që Edi Rama ta zgjidhja hallin e tij me mënyra të tjera dhe jo me Ivankën. Ishte parashikuar që të kishte një mbledhje të Këshillit Mandateve lidhur me kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut që t'i hapi rrugë më pas arrestimit të saj. Por duke se Këshilli i Mandateve nuk po vendos që të marrë një vendim lidhur me këtë çështje, duke e shtyrë mbledhjen pa afat. Si e gjykoni këtë mos vendim të Këshillit Mandateve dhe mbi të gjitha, si e gjykoni një mos vendim të gjykatës kushtetuese lidhur me ngërçin e kompetencave mes kryeministrit dhe SPAK-ut? Shiko, duhet të kuptojmë diçka nga kjo telenovel, sepse tashmë çështja e Belinda Ballukut është futur në një kazus të filmave me telenovel. Dhe kjo jo pa qëllim. Kjo ka një qëllim për ta zbehur dhe për ta minimizuar këtë çështje. Që në fakt kjo është çështja më e madhe korruptive që ka ndodhur këtij vendi që në të gjithë ekzistencën e tij. Në të gjithë ekzistencën e tij nuk ka patur afera më të mëdha korruptive të shpërdorimit të parave publike, të buxhetit dhe të buxhetit të shtetit, të cilët mbushet me taksat e shqiptarëve të varfër, mbushet me taksat atij fermerit, atij blegtorit, atij marangozit, atij kpucarit, atij derisa vin tek ne avokatët. Problemi qëndron që nëse gjykat ne do kishim një gjykatë kushtetuese të përgjegjshme, do kishte marrë vendimin, do kishte marrë një vendim të cilin do të kishte dhënë një zgjidhje përfundimtare dilemës pra nenit 242 të kodit procedurës penale që ka vendosur gjykata e shkallës së parë, gjykata e posaçme e shkallës së parë për pezullim të zonjës Balluku, do ta kishte zgjidhur këtë sepse gjykata kushtetuese prandaj ishte aty që të zgjidhë ngërçet kushtetuese dhe nuk do ta lejonte në asnjë moment që qeveria dhe kryeministri të zvarrisin një çështje.
por duhet të kuptoj të saksoj diçka. Ne duhet të ndajmë çështjen që është në gjykatën kushtetuese dhe kërkesën e prokurorit të posaçëm për heqjen e mandatit të imunitetit. Në gjykatën kushtetuese gjykohet nëse vendimi i gjykatës së shkallës së parë dhe neni 242 për të cilin ajo është referuar janë brenda kornizës kushtetuese ose jo. Pra pezullimi është i drejtë ose jo. Ndërkohë që në komisionin e mandateve ne po gjykojmë, po më saktë ne, në fakt SPAK-u, po ne po shikojmë që po kërkohet për të gjykuar ai komision, sepse gjykim po bëhet aty, nëse duhet të hequr mandati i deputetit ose jo. Pra janë dy gjëra krejt të ndryshme. Kërkesa për heqjen e mandatit të deputetit dhe kërkesa që ka bërë në gjykatën kushtetuese zoti Rama në cilësinë e kryeministrit për pezullimin. Dhe unë nuk shikoj këtu asnjë lloj ngërçi dhe nuk shikoj këtu asnjë problem që duhet patjetër të marrë një vendim gjykata kushtetuese që ne të mbledhim komisionin e mandateve. Janë dy gjëra krejt pa lidhje njëra me tjetrën. Flasim nga pikpamja juridike. Kështu që këto artificat, këto lloj mund të themi kërkesa ligjore që bën Partia Socialiste që të shprehet një gjykata kushtetuese pastaj do mblidhet komisioni i mandateve janë jashtë logjikës juridike. Padyshim brenda skenarit politik që intereson Partinë Socialiste. Kështu që jemi në këtë kuadër. Jemi përballë pengimit të hetimit që po bën prokurori posaçëm ndaj zëvendësës kryeministres. Dhe masja e sigurisë nuk ka lidhje fare me masën që ka vendosur gjykata për pezullimin nga detyra. Kështu që kjo është që duhet të sqaruar për të gjithë qytetarët. Avokat, si e shikoni këtë përplasje me SPAK-ut dhe qeverisë? A mendoni se do fitoj qeveria apo ka gjasa që SPAK-u ta fitoj luftën dhe të shkohet drejt arrestimit të Ballukut? Kjo nuk është luftë në kuptimin do bëjnë boks apo do bëjnë luftë me armë apo me forma ndryshme. Kjo është betejë do nxjerrin në pa sa të fortë dhe të pandikuar janë prokurorët në kryerjen e misionit të tyre kushtetues. Pra, nëse ata janë të shantazhueshëm ose jo. Sepse nëse ata do heqin dorë nga kërkesat e tyre për heqjen ose nuk do të shkojnë në fund një hetimi ndaj zëvendësës kryeministres, kjo tregon edhe një herë që ata janë të shantazhueshëm. Unë mendoj që kjo është një betejë e cila do të tregojë dhe një herë se sa e vlefshme dhe sa funksionojnë reforma e ashtu quajtur reforma drejtësi. Do tregojë integritetin dhe moralin e prokurorëve dhe padyshim pastaj do na nxjerrë në pa edhe fuqinë e ndërkombëtarëve, ndikimin e tyre, sepse ata janë garantët të cilët na garantuan ne, morën përsipër që ne bëm të gjithë këtë reformë dhe ne kemi dhënë parat tona të taksa paguesve tanë dhe ne do t'u japim një suport atyre për luftën kundër korrupsionit te krimit të organizuar. Unë mendoj se kjo betejë do jetë betejë në vijim, nuk përfundon as kur gjykata kushtetuese të shprehet dhe as kur komisioni i mandateve mos ja heqi mandatin Zoris Ballukut. Unë jam i bindur sido që të marrë vendimi gjykata kushtetuese, komisioni i mandateve, këshilli i mandateve nuk ja heq imunitetin zonjës Ballukut. Heqja e imunitetit të zonjës Ballukut është sikur i ke hequr imunitetin zotit Rama. Pra, zonja Ballukut është syri dhe veshi dhe mendja e zotit Rama.
Prandaj që lufta nuk është me Zojnë Balluku. Lufta është me kryeministrin dhe me majorancën. Pra SPAK-u, prokuroria e posaçme, e ka luftën me zotin Rama dhe me qeverin me majorancën e tij. Kështu që kjo është një betejë për cilën ne po presim, po t'i japim kohës që të shikojmë dhe një herë prokurorët e SPAK-ut sa integritet se shiko. Ne prokurorët e SPAK-ut ne kemi parë deri tani me njerëz të pafuqishëm, me njerëz të cilët nuk kishin më poste publike. Si zoti Berisha, zoti Meta, zoti Mediu e kështu me radhë. Po ne nuk i kemi parë me njerëz të qeverisë që janë në pushtet. Nuk po flas me ata që i larguar edhe ti i lëshoi Rama dhe ti i morën përgjegjësi penale. Jo, ne flasim me njerëz që ushtrojnë funksionin publik. Këtu do duket fuqia dhe këmbgulja dhe sa të pavarur dhe pa ndikuar janë ata. Avokat, kemi pasur protesta të Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare, në fakt. Si e keni parë nisjen e këtyre protestave dhe është diskutuar shumë edhe kalimi i policisë së shtetit në atë çfarë quhet, po themi, përgjigje në mënyrë proporcionale ndaj protestuesve? Shiko, protestat në demokraci janë normale. Pa dyshim që unë kam mendimin tim që Shqipëria nuk është më një vend normal, demokratik. Shqipëria tashmë ka kaluar në autokraci. Në një vend ku gjithë pushtetet janë të centralizuara, unë nuk besoj se quhet më demokraci. Në një vend ku prokuroria kërkon të hetoj një ministër dhe ti nuk i jep lejen, unë nuk mendoj se është më demokraci apo jo. Kështu që në demokraci protestohet për gjëra krejt ndryshe. Pra, nëse kemi parë europianët të protestojnë, kemi parë protestojnë për çmimet, kemi parë protestojnë për pensionet, kemi parë të protestojnë për grekët, për bujqësi, për fondet e bujqësisë, pra për mirëqenie. Në Shqipëri nuk bëhet këto lloj protesta. Në Shqipëri bëhen protesta dhe duhet bëhen në fakt sepse ka rënë shteti së drejtës. Dhe në një vend që ka rënë shteti së drejtës dhe gjithë pushtetet janë grumbullohen dhe administrohen nga një individ, mendoj se duhet kaluar, nuk duhet quhen me protesta, duhet bërë demonstrata deri në kryengritje. Padyshim që policia në protestën e fundit kaloi çdo limit e një policie demokratike. Unë nuk e di se nuk kam qenë në protest, por me tha unë pash që është hedhur në mënyrë jo proporcionale, është përdorur gazi lotësiellës apo ujë me piper apo lëndë të tjera, djegëse, të cilët kanë dëmtuar qytetarët dhe ju gazetarët, kanë dëmtuar edhe qytetarët të cilët nuk ishin pjesë e protestës, por ishin në hallin e tyre. Janë arrestuar njerëz të cilët pa lidhje me protestën, por edhe nëse do ishin lidhje me protestën, s'ka pse të arrestohen. Se bëhen protesta në Greqi dhe kudo, por nuk shikojmë të arrestohet njeri, sepse fundit ajo është një revolte brëshme i qytetari i cili do protestoj, por të përdorësh gaz lotësiellës të skaduar në vitin 2023, para 2 apo 3 vitesh, tu alëshosh qytetarëve, kjo nuk është gjë tjetër, për mua është vetëm një akt terrorist. Është akt terrorist të cilin këta e kalojnë si pat keq, po një ministri a dje dëgjova pak në kuvend ku ajo e mohoi këtë fakt, ku ajo po përdorte një gjuhë krejt të pavënd dhe jo një gjuhën e një njeriu e një ministri normal, ku ajo policinë e shtetit po lëvdonte për atë që kishte bërë. Nuk mendoj se policia duhet lëvduar për atë që kishte bërë, sepse qytetarët, ne po diskutojmë sot 21 janarin, padyshim nuk ishte të vrarë aty, po ka njerëz të sëmurë. Dini që ai gazi i skaduar të shkakton sëmundje të pa shërueshme, që nga lëkura po deshëtu nga sytë e kështu me radhë. Ato janë sëmundje që njeriu vdes ngadalë. Nëse 21 janar u goditën me morën plumba dhe vdiqën aty,
ajo gazi në sjellës i bëj që të vdesin njerëzit në masë ngadalë. Dhe ti se kupton pse ke ndërruar jetë. Dhe kjo është ajo për të cilën mendoj se ajo protestë ditës së shtunë u sulmua, u shua me forca, mund të themi, qofshin këto edhe paramilitare, po deshët ju, sepse aty kishte civil që nuk dihet çfarë ishin policë apo ishin pjesë e punojnës së administratës ose institucioneve të administratës, dhe mendoj se kjo nuk është gjë e mirë kur ti fut trupa paramilitar si në Iran, sepse vetëm në Iran futet garda kombëtare për të vrarë edhe për të shantazhuar ose dëmtuar protestuesit. Kjo është panorama e asaj proteste që është një protestë që një sjellje që s'ka asnjë lidhje me një vend demokratik. Por në protestuesit gjithë botën thyejnë, në protestuesit gjithë botën qëllojnë, por protestuesit në të gjithë botën hedhin në sende. Por në asnjë vend të botës nuk kemi parë që të përdoret gazi i lotësielës në mënyrë jo proporcionale, në mënyrë të pa kuptim, në mënyrë që s'ka nevojë. Kjo është e gjithë. Kemi parë në mes të Brukselit, ku zëtorët të mbushur me ujëra të zeza ja hedhin institucioneve shtetërore. Qoftë ky edhe Parlamentit Evropian, institucioneve të BE-s, dhe askush nuk merr gazin e sjellës tua hedhë atyre. Askush nuk kemi parë. Kemi parë protesta edhe në Greqi këtu afër. Ka bllokuar rrugët. Edhe nuk ka shkuar policia me gaz rrocjell, ka bllokuar rrugët, trafiku ka prishur çdo gjë. Dhe nuk ka shkuar policia me gaz rrocjellës, as me ujë me të helmuar. Kështu që unë mendoj se ajo policia tregoi edhe një herë që nuk është polici për qytetarët, por është polici politike për të mbrojtur pushtetin. Mund të themi kryengritje apo demonstratë. Dhe kështu që duke marrë shkas nga fakti që prokuroria nuk ka arritur dot të menaxhojë një situatë të cilën ajo e ka si detyrim ligjor, pra kur them menaxhoj, kam këtu parasysh fakti që nuk ka pyetur organizatorët e kësaj proteste. Ajo protestë nuk lindi dhe përfundoi në 21 janar. Ajo protestë ishte organizuar më parë, ishte financuar më parë, ishte ideuar më parë, kishte patur zhvillime para datës 21 dhe në kuptim të kësaj duhesh hetuar që të zbardhim një ngjarje i nderuar, kriminale, padyshim duhet bërë hetimet të thelluara. Hetimet e thelluara bëhen në të gjitha drejtimet. Në rastin konkret, hetimi i thelluar do të thotë që a ishte ajo një kryengritje, a ishte ajo një e ideuar për të rrëzuar rendin kushtetues, pastaj të shkojmë tek viktimat dhe tek ata që kanë përgjegjësi penale ose përgjegjësi ligjore për të mbrojtur institucionin dhe për një arsye të caktuar shkaktuar viktima. Pra, e bëra këtë rezume për të thënë që zoti Meta, si një njeri i përgjegjshëm dhe një shtetari i këtij vendi, pasi ka administruar këtë vend, këtë shtet në shumë funksione të larta publike, mendoj se është të drejtën e tij që të flasë përpara publikut gjërat pa thëna dhe arsyet pse flet tani dhe nuk ka folur më parë. Që të flas tani më është thonë më mirë vonë se kur. Dhe që flet tani ka pritur, ka heshtur për të parë reagimet e prokurorisë, pse jo edhe të gjykatës dhe të gjithë faktorëve politik në vend që kanë detyrimin ligjor dhe moral që duhet të dëshmojnë për çfarë ka ndodhur në 21 janar të vitit 2011. Padyshim që zoti Meta tashmë është në një moment thjellimi, sepse zoti e solli që ai të jetë në këtë pozicion që ndodhet, i izoluar pra, dhe kur je në këtë pozicion padyshim të vinë
edhe mendimet në mendje, je më i qartë, je më i qetë dhe padyshim më i kthjellët për të sjellë në vëmendje shumë data, ngjarje, personazhe të politikës për të cilën ti i ke patur në krah, i ke patur armiq apo i ke patur miq, apo kundërshtar, apo diçka tjetër. Kështu që mendoj se është një moment mase dhe reflektimi ky nga ana e Zotit Meta, reflektimi në kuptimin jo se ai shpajtor, por reflektimi të mendimeve të tij, dhe padyshim kjo i bën mirë hetimit dhe ndihmon organin e akuzës që të thellojë hetimet dhe ta zbardhë këtë ngjarje në të gjithë dinamikën e saj. Avokata, po mendon zoti Meta që të shkruaj një libër për gjithë, po themi, këto ngjarje që ka ndodhur në Shqipëri, ku ai vetë ka qenë dëshmitar? Shiko, zoti Meta bie që është një i burgosur i marrë peng. Mënyra e arrestimit, akuzat pa akuza, 1 vit e gjysmë në paraburgim, çështja s'ka kaluar në gjykim, mbajtja aty në paraburgim për te japateve, tregon dhe vërteton dhe një herë që shteti së drejtës së Shqipërisë ka rënë, dhe padyshim në të gjithë këtë afat kohor dhe në të gjithë këtë çfarë po ndodh ndaj tij, ai është më se i bindur dhe i kristalizuar në mendim që ndaj tij është bërë një gjueti shtrigash nga mafia shqiptare dhe mafia ndërkombëtare, qofshin këta politikan, ambasadorë kështu me radhë. Dhe zoti Meta është në një moment thashë reflektimi dhe padyshim që të gjitha ato ngjarjet 34 vjeçare që ai ka përjetuar si aktor dhe faktor, po i materializon ato në një libër, për të cilin unë nuk kam më shumë informacion çfarë ka aty, se sa kam vetëm një informacion që ai më konfirmoi që jam duke i materializuar të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në këtë vend si një njeri kyç dhe njeri i cili kanë patur postet më të larta, po i materializoj në një libër. Dhe besoj se është mirë që këto kujtime padyshim janë subjektive, nuk diskutohet, por i bëjnë mirë edhe publikut, i bëjnë mirë dhe historisë, të jo, dhe të dalin në dritë, çdo të hedhë dritë mbi ngjarjet të cilët ndoshta janë dhe enigm dhe janë të pasbardhur akoma. Siç është 20 janari, siç është 14 shtatori, apo shumë ngjarje të tjera që ai, apo lufta brenda Partisë Socialiste, lufta me kundërshtarët, lufta ndaj Sali Berishës, miqësia ndaj me të, ndalja me të, lufta me Ramën, pajtimi me të, pra janë shumë ngjarje kyçe që do ta bëjnë elektoratin dhe do ta ne të gjithë që të kuptojmë arsyet e ndarje bashkimeve, armiqësisë, miqësisë e kështu me radhë. Por jo vetëm kaq, ai aty do hedhë edhe shumë ngjarje të tjera që janë diskutuar në rrethe shërbimesh sekrete, por pse jo edhe ambasadorësh e kështu me radhë. Kështu që do kemi, ai libër do na hapi një horizonte të reja për të kuptuar Shqipërinë e këtyre 34 viteve.